Rreth orës 20:30 të mbrëmjes së ditës së martë, një aksident ka ndodhur në zonën e Lungomares. Një motomjet duke qarkulluar në shittorën e Vlorës ka aksidentuar një grua të moshuar. Sipas informacioneve, moshuara në ato momente ishte duke kaluar nga një anë e rrugës në tjetrën, ku motomjeti për shkak të shpejtësisë tek normave të lejuara në këtë zonë turistike dhe të populluar ka aksidentuar zonjën rreth moshës 60 vjeç. Më pas edhe vetë drejtuesi i motomjetit të shfrytzuar në segmentin rrugor duke psuar dëmtime të lehta. Si rrjedhoi përplasjes, e moshuara ka psuar dëmtime në pjesën e kokës duke u transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Dëmtime këto të psuara nga rrëzimi në tokë dhe përplasja e pjesës së kokës në asfalt. Kanë qenë qytetarët e Vlorës ata të cilët kanë lajmëruar urgjencën që ka mbritur disa minuta më vonë në vendin e ngjarjes. Pas transportimit në spital, zonja e moshuar ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe fatmirësisht rezulton jashtë rrezikut për jetën, por me dëmtime në kokë. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur menjëherë pas aksidentit në uniformat blu, të cilat pas marrjes së provave materiale kanë nisur hetimet për rastin në fjalë.